Gjimnazistët e Kumanovës as në shtator nuk do të hyjnë në shkollën e re. Dalin problemet e reja financiare. Blen kërkon përgjegjësi nga Ministri i Jashtëm i Shqipërisë. BDI e quan Blenin zëdhënëse të VMRO-s. Gropat e shumta në autostradën Shkup-Kumanov rrezikojnë jetën e qytetarëve. Të shtëna në darkën e presidentit Trump me gazetarët, plagoset një agent sekret, arrestohet autori. Përshëndetje të nderuar shikues, këto janë lajmet orës 15:55. I nisur në maj të vitit 2023, objekti i ri i gjimnazit Sami Frashëri në Kumanov ende nuk është funksionalizuar. Nxënësit vazhdojnë mësimin në kushte të vështira dhe ekziston rreziku që edhe gjenerata 2026-27 të mos e fillojë vitin e ri shkollor në objektin e ri. Drejtori i gjimnazit Sami Frashëri në Kumanov, Nagri Rexhepi, deklaroi për televizionin Shenja se aktualisht po punohet në detajet teknike dhe rregullimin e brendshëm të hapësirave. Pavarësisht ndërtimit, duket se gjenerata 2026-2027 nuk do të ketë mundësi të fillojë vitin shkollor në bankat e reja. Jemi në Kumanov, në gjimnazin Sami Frashëri, nga ku shihet që ende po punohet, por me ritëm të ngadalshëm. Në vitin 2022, qeveria e Maqedonisë së Veriut mori vendim për ndërtimin e objektit të ri të gjimnazit Sami Frashëri në Kumanov, ndërsa më 27 maj 2023 filluan zyrtarisht punimet, të cilat fillimisht u parashikuan të zgjasin deri në vitin 2025. Megjithatë, edhe në vitin 2026 ndërtimi i këtij objekti ende nuk ka përfunduar, ndërsa nxënësit vazhdojnë në mësimin në kushte të vështira dhe ekziston rreziku që edhe gjenerata 2026-2027 të mos e filloj vitin e ri shkollor në objektin e ri, pavarësisht pritjeve të gjata dhe premtimeve që zgjasin prej vitesh. Në lidhje me këtë proces, drejtori i gjimnazit Sami Frashëri në Kumanov, Nagri Rexhepi, thot se objekti i ri i shkollës është në fazën përfundimtare të punimeve, por që detaje duhet të jap komuna si themelues i shkollës dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës si kontraktues me kompaninë e ndërtimit. Sipas tij, aktualisht po punohet në detajet teknike dhe rregullimin e brendshëm të hapësirave. Aktualisht punohet në detajet teknike dhe rregullimin e brendshëm të hapësirave. Ka mundësi që nxënësit ta nisin vitin e ri shkollor në objektin e ri, nëse punimet dhe të gjitha proceset përmbyllen me kohë. Nuk ka pengesa të qëllimshme, neglizhencë apo ndonjë obstruksion. Procesi kërkon koordinim mes institucioneve dhe kompanisë ndërtuese. Pjesa tjetër varet nga puna e kompanive që po punojnë në ndërtimin e objektit. Ne presim me optimizëm dhe jemi të përkushtuar që nxënësit të hyjnë sa më parë në ndërtesën e re. Ndërkaq, zëvendës ministri në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Driton Sulejmani, thot se punimet në gjimnazin Sami Frashëri po vazhdojnë intenzivisht, por se janë shfaqur disa shpenzime të paparashikueshme që po kërkojnë zgjidhje përmes ribalancit të buxhetit. Ai shprehet se synimi është që nxënësit ta fillojnë në vitin e ri shkollor në objektin e ri në shtator, ndërsa në rast vonesash mund të ketë shtyerje deri në gjysmëvjetorin e dytë. Sulejmani thekson se projekti po realizohet në bashkëpunim mes Ministrisë dhe Komunës së Kumanovës, me angazhim maksimal nga të gjitha palët. Janë duke zhvilluar punimet për momentin në objektin e gjimnazit Sami Frashëri. Punimet po zhvillohen në mënyrë intensive dhe pa ndërprerje. Sipas informatave që kam, për arsye se ka vetëm një muaj që jam në këtë funksion, ka disa shpenzime të paparashikuara të cilët kanë dalë tash për momentin dhe po mundohemi të gjejmë një zgjidhje që në periudhën ku do të kemi rebalans të buxhetit të sigurojmë edhe ato mjete. Mundet të ndodhë që për arsye teknike, për arsye të problemeve financiare me të cilat po përballemi, që eventualisht viti i ri nxënësit ta fillojnë maksimumin në gjysmëvjetorin e dytë, mirë po angazhimi jonë është që ta mbajmë fjalën dhe të fillojmë mësimin në shtator dhe po japim maksimumin që kjo edhe realisht të ndodhë.
Ndërkaq, këshilltari komunal Huzeir Mustafi deklaroi se procesi ka filluar pas një marrëveshjeje politike dhe punimeve për dokumentacionin e financimit, por sipas tij tani ka mungesë vullneti për përfundimin e projektit, pavarësisht se ka mbetur shumë pak punë. Dilemat e tona janë o ka mungesë të vullnetit të qeverisë së re, gjë që është shumë normale sepse kjo duke analizuar subjektin politik që udhëheq me shtetin VMRO-DPMN gjithmonë kur ka kësi tema që kanë të bëjnë me shqiptarët ka qenë më rezervume, ose ndoshta kalkulojnë për ndonjë vit zgjedhor të mundshëm që të bëhet objekti gati dhe pastaj ta lishojnë në përdorim në ndonjë kampanjë zgjedhore. Të dyja rastet do të ishte fatkeqësi sepse luajmë me fatin e fëmijëve, luajmë me fatin e nxënësve. Pavarësisht pritjeve dhe vonesave, objekti i ri i gjimnazit Sami Frashëri në Kumanov ende nuk është të përfunduar. Institucionet shprehin optimizëm për përmbylljen e shpejtë të punimeve, ndërsa mbetet për tu parë nëse afatet e paralajmëruara do të respektohen dhe kur përfundimisht ky objekt do të marrë fund, duke u dhënë nxënësve kushtet e premtuara prej kohësh. Partitë shqiptare Vlen dhe BDI janë përplasur për deklaratën kontestuese të ministrit të jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha. Sipas koalicionit Vlen, SMS porosia e Hoxhës përbën skandal të rënd politik dhe diplomatik dhe se ai duhet të kërkoj falje publike, ndërsa BDI akuzon Vlenin se është shndruar në zëdhënëse të VMRO-s. Për këto akuza, vetë Hoxha nuk i ka komentuar drejt për drejt, duke theksuar se qendrimet zyrtare nuk komunikohen përmes SMS-eve dhe WhatsApp-it. Deklarate kontestuare ministrit të jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha kanë nxitur përplasje të forta politike mes partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni Vlen reagoi ashpër, duke e quajtur gjuhën e përdorur nga ministri skandal të rënd politik dhe diplomatik. Sipas tyre, përdorimi i termave përçmues ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut është i papranueshëm dhe kërkon përgjegjësi. Mesazhi përçmues i ministrit të Shqipërisë Ferit Hoxha ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, duke i quajtur idiot, përbën skandal të rënd politik dhe diplomatik. Një gjuhë e tillë është e papranueshme, fyese dhe larg çdo etike. Vlen nuk mund ta trajtojë këtë rast si një incident të zakonshëm komunikimi. Vlen kërkoi që krye diplomati shqiptar të kërkoj falje publike, duke theksuar se fshirja e postimit nuk mjafton për të zhbërë ofendimin. Ata gjithashtu shprehën shqetësim për mungesën e reagimit nga institucionet zyrtare në Tiranë. Ndërkaq, Bashkimi Demokratik për Integrim e cilësoi reagimin e Vlenit si të motivuar politikisht dhe në përputhje me qëndrimet e VMRO-s. Sipas BDI-s, Vlen konfirmoi se është zëdhënës i VMRO-s kundër Shqipërisë. Prej javësh Kristian Mickoski ka hapur sulme politike ndaj Shqipërisë, sepse Shqipëria nuk heq përballë cenimit të barazisë së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe sepse ecën përpara në procesin evropian. Në vend që të mbrojnë dinjitetin e shqiptarëve këtu, Vlen u rreshtua menjëherë në të njëjtën vime VMRO-DPMN-in. Përplasjet mes partive shqiptare vijnë pas mesazheve ku pretendohet se Hoxha është drejtuar shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, po ata idiot shqiptar atje çfarë thon, në një komunikim në një grup. Në ndërkohë, ministri Ferit Hoxha ka thënë se qëndrimet e Shqipërisë mbi politikën e jashtme nuk komunikohen as me SMS dhe as me WhatsApp. Sa i përket reagimeve të aktorëve politik në Maqedoninë e Veriut ndaj qëndrimeve të tija, Hoxha shmang komentet publike, por fton për komunikim të drejt për drejt institucional. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe nuk pret përparim në rrugën europiane të vendit derisa, siç thot ai, të ndërrohet qeveria. Filipçe thot se provë për këtë është deklarata e kryeministrit, në të cilën thot se do ta presim me dekada Evropën. Gjithashtu thekson se nga 10 ligje që duhet të miratoheshin në kuvent për sferën e drejtësisë në vitin 2025, është miratuar vetëm një. Këtë është zgënjyese, mos prisni asgjë nga rruga europiane. Tekstualisht, asgjë, këtë nuk e them unë, e thot kryeministri Kristian Mickoski. Kështu ka deklaruar sot kryetari i LSDM-s opozitare Venko Filipçe, gjatë një fjalimi të tij në kuvent në ngjarjen Zëri i qytetarëve në kuvent, debat kombëtar mbi rolin e kuventit në procesin e bisedimeve me BE-n.
Njeriu thot se nëse është e nevojshme do të presim dekada për Europën, çfarë mund të presim pas një deklarate kaq të qartë publike se kjo qeveri nuk do të bëj asnjë hap drejt Europës. Në këtë kontekst, agenda e reformave është një tregues tjetër se kjo qeveri nuk po bën asgjë. Gjatë vitit 2025 duhet të miratoheshin një duzin ligjesh në sferën e drejtësisë. A e dini sa u miratuan? Vetëm një, dhe kjo me udhëzim të zbatuar pjesërisht nga misioni i vlerësimit të Bashkimit Evropian. Kjo është e vërteta. Ai pyet se çfarë mund të bëj parlamenti kur qeveria nuk procedon asgjë dhe nuk dërgon asnjë ligj në parlament. Kështu që shton ai, derisa të ndryshojë mendimi kësaj qeverie dhe mendimi nuk do të ndryshojë dhe me qira fjala thot se pra derisa të ndryshohet qeveria nuk do bëhet asnjë hap përpara drejt Bashkimit Evropian. Theksoi se me fjalë të tjera, parlamenti nuk mund të bëjë asgjë kur materialet, ligjet reformuese nga qeveria thjesht nuk arrin organet, komisionet në parlament. VMRO DPMN akuzon opozitën se në vend që të mbështes reformat, ata vetëm fajsojnë, ndërsa shtojnë se nëse Venko Filipçe vazhdon të ndjek verbërisht rrugën që ashtron shefi i tij Zoran Zaevi, ai vetëm i pengon proceset demokratike dhe njëkohësisht përparimin e Maqedonisë. VMRO thotë se Filipçe dhe Zaevi janë shembuj të politikanëve të këqij. Venko Filipçe, shtëpia e të cilit është në Dubai, nuk mund të flasë për patriotizëm dhe interesa shtetërore sepse në mënyrë shtese dëmton integrimin evropian të Maqedonisë. Kështu tha Brane Petrushevski, deputeti i VMRO DPMN-s në konferencën e sotme për shtyp. Ai vlerëson se Filipçe dhe siç e quajti ai shefi i tij Zaev janë vetëm shembuj të politikanëve të këqinj me prioritete të gabuara. Секој ден сведочиме дека Венко Çdo ditë jemi dëshmitar se Venko Filipçe është shërbëtori i Zoran Zaev. Pse? Sepse ai vetëm kërkon justifikime, ikën nga tema si agenda e reformave, vetëm që të mund të kaloj biznesi i shefit Zaev. Në vend që të mbështesin reformat, ndryshimet ligjore si ato që çdo deputet duhet të ketë vetëm shtetësi maqedonase. Ata fajsojnë, e kush po fajson? Njerëzit që janë pjesë e LSDM-s, kryetari vetë shpalluri së cilës dhe në realitet shërbëtori i Zaevit, Filipçe, shtëpia e të cilit është Dubai dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai shton se pikërisht këta dy figura e kanë udhëhequr sistemin kur LSDM ishte në pushtet, kur qytetarëve ju premtohej drejtësi, jetë më e mirë dhe ardhmë europiane, ndërsa siç thotë dëshmitar të korrupsionit të tyre, krimit, sistemi gjyqësor që funksionon në diktatin e tyre, si edhe të shumë gënjeshtrave të tipit i hapën bisedimet me Brukselin. Pas krimit të këtyre problemeve, thot Petrushevski, është e vështirë që Filipçe dhe LSDM të kthehen në rrugën e vërtetë, ndërsa shton se nëse Filipçe vazhdon ta ndjek verbërisht rrugën që ashtron Zaevi, vetëm i pengon proceset demokratike dhe njëkohësisht përparimin e Maqedonisë. Policia ka arrestuar 10 shoferë për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, prej të cilëve 5 kanë vozitur pa leje, ndërsa 5 në ndikimin e alkoolit. Gjatë 24 orëve të kaluara në të gjithë territorin e shtetit, në punësit policor kanë privuar nga lidhja 10 shoferë për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, theksojnë nga MPB. Prej tyre bëjnë mediata, 2 në Kërshov, nga një në Manastir, Shtip dhe në rajonin e Gostivarit kanë drejtuar automjet pa patent shoferi, ndërsa 5 nga një në Shkup, Koçan, Negotin, Delqev dhe Radovish kanë drejtuar automjet në ndikimin e alkoolit. Pas dokumentimit të plotë rasteve do të parashtrohen kallëzime penale përkatëse, njofton policia. MBB u bën apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat e komunikacionit, të mos drejtojnë automjetet pa dhënë provimi për patent shoferi dhe nëse janë në ndikimin e alkoolit, në mënyrë që së bashku siç thonë të kontribuojnë për një komunikacion më të sigurt. Gropat e shumta në autostradën Shkup-Kumanov rrezikojnë jetën e qytetarëve. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet, pasi gjendja aktuale mund të çojë në aksidente dhe defekte të shpeshta. Ky aks rrugor drejt Kumanovës përdoret çdo ditë nga qindra qytetar, por gropat e shumta po e bëjnë udhëtimin e tyre më të vështirë dhe më të pasigurt. Autostrada drejt Kumanovës është një nga rrugët më të frekuentuara në vend, por në vend të një udhëtimi të sigurt dhe të qetë, shoferët çdo ditë përballen me gropa të shumta, që jo vetëm dëmtojnë automjetet, por rrezikojnë edhe sigurinë në komunikacion. Gjithashtu, kjo autostradë po i detyron shoferët të shmangin gropat më shumë sesa të përqendrohen te vozitja.
Po gjithmonë. Po mbarë që shënë shoferi. Kose qënë kadal. Nuk mund të mundoha, me që qojë së qojnë do, ajo katastrofa është. Po kalojmë varët, po sigurisht, kjo është një problem shumë i madh. Sigurisht që po, normal. Po duhet ndërmarrë hapat, normal, për me rregullu, se shkakton incidente, shpejtësinë me kontrollu. Sipas qytetarëve, kjo situatë po ndikon negativisht te shoferët, sepse mund të rrezikojnë edhe jetën e tyre. Po një herë, dy herë më tepër, për arsye se tash taksistët e këshirin llogarinë e vet, dalin ndonjë lëvërdi edhe rrugët janë damtuara. Po si jo, punon ndihmuj patjetër me të ardhur një defekt, sigurisht shumë, edhe të udhëtarëve edhe të shoferëve. Po rrugë duhet t'jenë me standarde të mira. Udhtoni nëpërmjet autostradës Kumanov-Shkup ose Shkup-Kumanov? Mërë ki 4 herë. Shkoj, vi edhe fund. Shumë, që duhet me mërmosa. Ta që kam regjistru e kerrin, 300 euro mi murën, që këtë kerë. E ku janë ato pare? Qytetarët vazhdojnë të shprehin shqetësim për dëmtimin e autostradës, duke thënë se kjo gjendje po u shkakton defekte të shpeshta automjeteve dhe po rrezikon sigurinë e pjesëmarrësve në komunikacion. Darka vjetore e shoqatës së korrespondentëve të shtëpisë së bardhë nuk shkoi siç ishte planifikuar, pasi një person i armatosur hapi zjarr duke kthyer sallën në një ambient plot frikë. Darka sapo kishte filluar kur një rrëmuj u dëgjua në hyrje të sallës. Një agent i shërbimit sekret u qellua, por nuk u plagos pasi ai kishte veshur jelek antiplumb. Autori u arrestua menjëherë. Nata më e madhe e vitit në Washington u kthye në kaos pasi të shtëna u dëgjuan në hollin e hotelit Washington Hilton rreth orës 20:15. Presidenti dhe zonja e parë u dërguan menjëherë në një ambient të sigurt, të ndjekur nga anëtar të kabinetit. Eventi luksos sapo kishte filluar kur një i dyshuar i armatosur hyri me forcë në hollin e hotelit. Mijëra të ftuar u detyruan të fshiheshin poshtë tavolinave dhe karrigeve, ndërsa agentët e shërbimit sekret hynë në sallë duke u kërkuar të gjithëve të Qindra gazetar nisën të telefononin për të raportuar zhvillimet. Një agent i shërbimit sekret u qellua, por nuk u plagos, pasi ai kishte veshur jelek antiplumb. Nuk janë raportuar të lënduar dhe presidenti konfirmoi më vonë se autori i të shtënave është arrestuar. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka bërë të ditur se një oficer u qellua gjatë incidentit me armë në darkën e korrespondentëve të shtëpisë së bardhë në Washington. Trump tha se i dyshuari ishte i armatosur me disa armë. Mendoi se jeton në Kaliforni dhe është një person i sëmur, një person shumë i sëmur, shtoi ai. Zëvendës drejtori i shërbimit sekret të SBA-s tha se një person i papërgjegjshëm tentoi të shkaktonte një tragjedi kombëtare, por u ndal menjëherë nga shërbimi sekret. Ai vlerësoi forcat e sigurisë dhe partnerët e zbatimit të ligjit për reagimin e shpejtë dhe efektiv. Raportimet mediatike thanë se i dyshuari është identifikuar si Koli Thomas Alin, 31 vjeç. Presidenti i Iranit Masoud Pezeshkian ka deklaruar se Teherani nuk do të angazhohet në bisedime nën presion, kërcënime apo blokadë, duke theksuar se rindërtimi i besimit kërkon ndalimin e masave armiqësore dhe garanci që ato të mos përsëriten, transmeton Anadolu. Ai tha se negociatat e mëparshme vetëm sa kanë thelluar mosbesimin publik në Iran dhe se diskutimet për dialog paralelisht me sanksione, presion dhe blokadë minojnë besimin mes palëve. Pezeshkian theksoi se ndalimi politikave armiqësore dhe sigurimi që ato të mos përsëriten janë kushte të domosdoshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ai gjithashtu tha se rritja e pranisë ushtarake e ndërlikon më tej situatën dhe dobëson klimën e nevojshme për dialog. Këtë deklarata vijnë pasi Pakistani vazhdon përpjekjet për të ringjallur bisedimet e ngecura mes Iranit dhe SBA-s, pas javësh për shkallëzimin në rajon. Raundi i parë i bisedimeve u mbajt në Islamabad. Kryeministri hungarez në largim Viktor Orban ka deklaruar se nuk do të zërë vendin e tij në parlamentin e ri pas humbjes dërmuese në zgjedhje.
Orban ka thënë se ka marrë këtë vendim pasi do të përqendrohet në riorganizimin e lëvizjes patriotike të vendit. Të shtunën, përmes një video deklarate të shpërndar, Orban tha se mandati parlamentar që ai fitoi si kreu i listës Fidesz KDNP është në fakt mandati parlamentar i Fidesz dhe se për këtë arsye ai ka vendosur ta kthejë atë. Tani nuk më nevojitet parlamenti, por riorganizimi i lëvizjes patriotike, tha mes tjerash Orban. Ky veprim vjen më pak se 2 javë pasi partia Fidesz e Orbanit, e cila dominonte prej kohësh, poshtë në zgjedhje nga partia Tica e Peter Magjar, e cila fitoi 141 nga 199 vendet në zgjedhjet parlamentare të Hungarisë më 12 prill. Kosova e ka dërguar një ekip të forcës së saj të sigurisë në rrypin e Gazës për të bërë një vlerësim të vendit ku pritet të veprojnë trupat kosovare si pjesë e një force ndërkombëtare në territorin palestinez, njoftoi FSK të dielën. Kuvendi i Kosovës e miratoi me shumicë dërmuese votash më 17 prill vendimin e mëparshëm të qeverisë për të dërguar trupa në forcën ndërkombëtare stabilizuese si pjesë e nismës së mbështetur nga Shtetet e Bashkuara pas armpushimit midis Izraelit dhe Hamasit vitin e kaluar. Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Beshkim Jashari, ka dërguar një ekip të FSK-s në Gazë për të realizuar rikonisimin e zonës ku do të operojnë trupat e FSK-s, thuhet në një njoftim të FSK-s. Kosova është në mesin e 5 shteteve të para së bashku me Indonezin, Marokun, Kazakistanin dhe Shqipërinë që janë zotuar për angazhim në këtë mision. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve, ndërsa bashkë do të shihemi sërish deri në edicionin qendror. Deri atëherë, mirupafshim.